Lega, 6-1, një rezultat ndoshta jo normal për një gjysmëfinale, por kjo tregon edhe forcën e Vllaznisë. Po, siç e thënë ti, nuk është një rezultat normal, por na kishim vlerësuar, pavarësisht se kishim fituar ndeshjen e parë gjysmëfinalen me Gramshin, në fushë e 1-0, dhe kishim vlerësuar po ashtu edhe gjysmëfinalen e dytë, sepse s'do të lëshim hapësira kundërshtarit në asnjë moment, dhe thënë drejtë jam shumë i kënaqur vetëm për fitoren, për realizimin e goleve, për mënyrën siç u shprehen vajzat në fushë, qarkullimin e topit, fazën si defensive ashtu edhe ofensive, tranzicionet, pra gjithçka ishte e përkryme sot dhe i falenderoj shumë të vajza sepse bani një ndeshje të madhe. Thash e kishim vlerësuar dhe ashtu na doli edhe ashtu si kishim vlerësuar, se siç e kishim bë mënyrën e lujtonit me vajzat tona, ashtu na doli me sukses. Në pas mbretjen ndeshjet e kaluar për manovrën sulmuese, por sot duket se gjëra shkojnë mirë. Pa diskutim që shkon mirë, për një të pëthajme i falenderoj shumë të vajza për mënyrën e ekzekutimit të aksioneve, për mënyrën e finalizimit të aksioneve, për mënyrën se si delçin e fazën ofensive një mënyrë shumë të mirë, gjithmonë ashtu si që kishim parashikuar dhe ashtu si kena bënë përgatitur në stërvitje. Faleminderit shumë ty në vajzave. Është gati Vllaznia për titullin e radhës? Po normalisht, na kena thënë gjithmonë që objektivi jon kryesor i fitimi i titullit dhe edhe ndeshja sotme e tregoi që Vllaznia është e gatshme dhe Vllaznia është numër 1 në Shqipëri. Preferencë për Teutën apo për Apollonin në finale? Të them të drejtën, nuk kam preferenca, për Vllaznin është thjesht objektivi është titulli dhe kush në dalin përpara ne do bëjmë punën tonë. Profesor, drejtuesit e Gramshit duken shumë të mërzitur pas kësaj humbje. Pse ju djeg kaq shumë që të imposh Vllaznia e cila është që sa vite ekip kampion radhazi? Aja është në dëshirën e gjithë secilit me pretendu, ata kanë pretendu se mund ta kalojnë Vllaznin, por kanë gabu, kanë harruar se mos kanë ekip tjetër përpara jo Vllaznin. Faleminderit. Faleminderit për jush.